Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me. Mirë hiq, po interesant, sot thush. E kam përshtypjen që veprimtaria kryesore ekonomike në Kosovë janë bo zgjedhjet. Me pas mujt me eksportu pak, ma mirë i këshim pas punë. Për herë të dytë brenda një viti jemi në debate zgjedhore për kuvendin e Kosovës. Në kohërat erta, kur mbar bota flet për ndikimin destabilizues të dezinformatës ruse në zgjedhje, vendi ynë ndodhet përballë dilemave të mëdha. Jemi në një vit kur është dokumentu qartë se dezinformata, qofshin ato ruse, serbe, kineze, qofshin ato të shpërndara nga kanalet të jashtme apo kanalet të cilat i kemi mes nesh, ka pas ndikim të ndjeshëm në diskursin zgjedhor. Polarizimi politik ka shmangur në përgjithësi diskutimin e qytetëruar për idetë edhe programet për zhvillimin e vendit. Me fol me gjuhën e popullit, dikush kishte thonë që jemi keqavë, që po shohim e po flasim vetëm zi. Thuse po garojmë kush po bën ma keq, kush po vjell ma shumë, vner e kush po gjen ma shumë kime në vo. E jo me u mundu me bo mire, me folje, me vepru, me njerëz, me i pru, e me i pri së marës. Ulja e besimit në vlerat e Bashkimit Evropian edhe NATO-s dhe zbehja e vullnetit për integrime janë ndër synimet kryesore të qëtyne dezinformatave dhe atyne që vinë prej Rusis, po dhe atyne që vinë prej atyre që flasin shqip, kinse në emën të popullit. E kemi thonë qartë që zgjedhjet e fundit patën një frym të tillë e cila prodhoi një gjuhë të ashpër edhe përjashtuse. Një gjuhë që fliste për kafshët, hajvanat, hajnat, spionat, budallent, por nuk fliste për programe konkrete edhe për orientimin evropian të vendit. Kjo fushatë e re duhet me u zhvillu mbi vlera, mbi standarde edhe mbi verifikimin e fakteve. Andaj, për dumet në të arshme, ne në debat për një me, kemi me bo maksimumi me diskutu programe politike drejt Evropës. Në secilën fush, partit kanë me uftu, me paraqit programet e tyre për integrimin e vendit edhe për mbushin e standardeve që ofrojnë për bashkimin evropian. Ne në debat për një me kemi debatu duke e marë si bazë vlerësimin e raportit progresit për Kosovë, ndërsa për të gjetë zgjidhje do të diskutojnë buxhetin edhe llogaridhanjen për çato fusha. Partitë do të ftohen me dhanë zgjidhje konkrete për secilën gjetje që e ka identifikuar raporti progresit, ndërsa mbi bazën e konkludimeve tona ku do të kërkohen edhe ato zgjidhje për zhdukjen e korrupsionit edhe rikthimin e meritokrasisë në institucione. Fushatën do të nisim me debatin e parë sonte për sundimin e ligjit. Në studio kemi ftu 5 kandidat për deputet nga 5 parti politike, lëvizjen vetëvendosje, e kemi këtu të përfaqësuar nga Adnan Rustemi. E kemi Partinë Demokratike të Kosovës të përfaqësuar nga Përparim Gruda. E kemi Lidhjen Demokratike të Kosovës të përfaqësuar nga Shkëm Manaj edhe Aleancën për Armëninë e Kosovës të përfaqësuar nga AK-ja e përfaqësuar nga Arton Demhasaj. Nismën e kemi ftu gjithashtu si pjesë debatit, po ata nuk e kanë dërgu panelistin. Edhe pse kemi marrë dorën zgjedhjeve si prodhimi më i madh kosovar i viteve të fundit, ne do t'ja bojmë adetin dhe të kujtojmë, po e kujtojmë edhe një rregullat e sjelljes në debatet tona, masi është debati i parë. Të gjithë kandidatët duhet me debatu sipas rregullave të paracaktuara 2 minuta prezantim të programit, e më pas 30 sekonda replik, por para se të hyjmë në prezantimin e programeve, le të shohim shkurtimisht çfarë na thot raporti i progresit për fushën e drejtësisë. 25 vjet pas luftës, raporti i progresit na ka tregu që Kosova ndodhet në një fazë të hershme të përgatitjeve për arritjen e standardeve evropiane, pra ende jemi larg legjislacionit i cili nuk është i plotësuar edhe parafruar me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa vonesat në zbatimin e bëjnë këtë rrugë edhe më të vështirë. Cila do t'jetë rruga e qeverisë së ardhshme drejt Bashkimit Evropian në fushën e sistemit të drejtësisë. 2 minutat e parë, po fillojmë me ty, zotni Adnan Rustemi, plani i juaj për drejtësi.
Faleminderit shumë Jeta, faleminderit për këtë mundësi të diskutimit në kuadër të fushatës, përshëndetje për gjithë të pranishmit. Padyshim orientimi ynë që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar është në radhë të parë vazhdimi i reformave të nisura në qeverinë Kurti 2 në kuptimin e garantimit të një sistemi drejtësisë të pavarur, të paanshëm dhe efikas, me gjyqtar dhe prokuror me integritet, të cilët i përgjigjen nevojave reale dhe shoqërore të shtetit Kosovës. Do të thoja unë që orientimi ynë në fushën e drejtësisë është i përkushtuar në katër shtylla të përgjithshme. Lufta kundër korrupsionit, duke zgjeruar kapacitetet institucionale dhe duke ndryshuar bazën ligjore, siç kemi bërë dhe siç kemi nisur me zgjerimin e fushëveprimtarisë së Agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe të fushës së deklarimit të pasurisë të dhuratave, por në anën tjetër funksionalizimi i byros për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, si një nga zotimet tona por të njëjtën kohë si një nga nevojat shoqërore dhe institucionale në Kosovë për të adresuar një fenomen që për bindjen tonë e ka gryer interesin publik dhe pasurinë publike nga zyrtarët e lartë duke përvetësuar pasurinë publike dhe duke shndruar në pasuri private. Kjo pasuri e pajustifikueshme nëpërmjet byros që duhet të funksionalizohet dhe unë besoj që në fillim të vitit ardhshëm edhe do të funksionalizohet, do ta ketë për mandat natyrisht verifikimin e pasurisë së pajustifikueshme të zyrtarëve publik dhe ai pasuri e cila nuk justifikohet dot duhet t'i kthehet shtetit padyshim. Segmenti 2 do të thoya unë është reformat në sistemin e drejtësisë në 2 drejtime. E para në Këshillin Prokurorial të Kosovës, duke ka përcyer nga ky karakteri korporativist i Këshillit Prokurorial të Kosovës që e ka dominuar këtë periudhë, duke i shërbyer le të themi grupeve të ndryshme shpesh edhe të interesit brenda sistemit tonë prokurorial dhe duke e zvogëluar efikasitetin fatkeqësisht të organit akuzës për ta luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, dhe tashmë siç e dim ligji për KPK ka hyrë në fuqi dhe efektet e para kanë nisë të le të themi të shfaqen, por sidomos nga janari vitit të ardhshëm do të kemi edhe përbërjen e re të KPK-s. Do të vazhdojmë me temat e radhës, kaq ishte koha për ju, përparim Gruda, plani juaj për drejtësi. Po, faleminderit Jeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që jam këtu për të prezantuar programin e Partisë Demokratike të Kosovës sa i takon fushës drejtësisë. E para që duhet të them para se të them pikat e programit tonë është që është gabim të ndërtohet një standard ku ne dalim direkt për të prezantuar programet tona si parti, pa e bë kritike paraprake për ata që kanë qeverisë. Edhe shpresoj që gjatë këtij misionit kemi rast sepse kështu ndërtojmë një standard të keq ku qeverit nuk dojnë llogari. Ne kemi një qeveri që ka nejt 5 vjet në pushtet, edhe dështimet në drejtësi janë shumë të mëdha, edhe ato duhet besoj diskutohen. Cilat janë prioritetet e PD-k-s? Programin tonë për drejtësi, prioriteti i parë është çështja e gjykatës speciale. Ne do të miratojmë një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, me cilën do të kërkojmë që procesi në Hag të kthehet në binar normal të një procesi drejt. I kemi evidentuar gjitha shkelet dhe njerëzit i kanë pa shkelet, dhe pashtu do të marrim gjitha masat dhe përpjekjet tona diplomatike dhe tjera ligjore që ai proces të kthehet në binar normal, sepse ajo që ka ndodhur atje është shkelja standarde minimale të gjykimit drejt. Mbajtja 5 vjet në paraburgim, marrja prova përmes shërbimit sekret. Moszbatimi i parimeve themelore drejtësisë, që është rasti i parimit të zbatimit ligjit më të butë. Ndërkaq sa i përket gjyqësorit brenda Kosovës, ne do të rrisim numrin e gjyqtarëve, do të rrisim numrin e prokurorëve, do të rrisim numrin e bashkëpunëtorëve profesional dhe do ta digitalizojmë sistemin e drejtësisë ashtu që të ketë sistem më efikas i cili arrin të zgjidh këto lanë të grumbulluara ndër vite të cilat janë më mira. Dhe në këtë numër të madh të lanëve një kontribut të madh ka pasur edhe fakti që qeveria nuk ka përmbushur obligimet e veta karshi detyrimeve që ka pas ndaj komunave, edhe mësimdhënësve rreth kontratës kolektive, dhe është e pabesueshme që mira landë janë krijuar për shkak të asaj. Kjo më besoj do të ndihmoj që sistemi i drejtësisë të jetë më efikas. Digitalizimi është një fenomen global sot. Në Estoni, për shembull, keni një studim të botuar në Oxford ku kanë themeluar ato që quhet gjyqtari robot, që zgjidh disa land, është përcaktuar që deri në $10,000 të zgjidh gjyqtari robot. Unë nuk them që ne jemi në atë fazë, por ne mundemi që seancat mohen me video, me audio, edhe plot gjona tjera të ketë komunikim elektronik. Faleminderit, të ishim 2 minutat e parë, Shkëb Manaj, plani LDK-s për drejtësi. Faleminderit Jeta. Atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shtyllë kryesore të programit të saj pjesën e drejtësisë. Është më rëndësishme dhe kësu fillimisht që qeveria aktuale ka dështuar në reformat në sistemin e drejtësisë, dhe vetë fakti që sot nuk e kemi Ministrin e Drejtësisë, sot se zavendës Ministrin e Drejtësisë, e kanë udhëhequr me këtë ministri për 5 vite më radhë, tregon që ata nuk guxojnë me u ballafaqu me dështimet e tyre në sistemin e drejtësisë. LDK-ja
e ka ndërtuar një program në disa shtylla që përfshin ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, rritjen e numrit të bashkëpunëtorëve profesional, pjesën e digitalizimit e cila është shumë rreshme në kohën në të cilët funksionon sistemi ynë i drejtësisë, ndërsa pjesë e rëndësishme është edhe lufta kundër korrupsionit, dhe në kuadër të kësaj luftës kundër korrupsionit ne kemi planifikuar që të themelojmë qendrën shtetërore të hetimit, e cila do të jetë, do të thotë, një pjesë e profesionalizuar e policisë së Kosovës që do të veproj drejt për drejt në drejtimin e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, sepse mendojmë që Prokuria Speciale nuk ka arritur që të luftoj krimin e organizuar dhe korrupsionin e nivelit të lartë për shkak se i ka munguar një mekanizëm i policisë i cili i përgjigjet drejt për drejt këtij institucioni. Edhe herë po theksoj që kjo qeveri ka dështu në sistemin e drejtësisë dhe mendoj që na ka kthyer mbrapa në shumë procese duke përfshirë edhe procesin e vettingut, sepse siç jeni dini, tentimi i kësaj qeverie për ta kapur sistemin e drejtësisë përmes Këshillit Prokurial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës na ka sjell në pikën kur Komisioni i Venecias ka përcaktuar që tash Kosova mund të bëjë vetëm vetting të pjesër në sistemin e drejtësisë. Faleminderit. Shkamp, Arton Demhasaj, plani AK-s. Po jeta, elementi i parë i një demokracie e zhvilluar normalisht është sundimi i ligjit, dhe për me pas një sundim të ligjit normalisht duhet me pas një sistem efikas prokurial dhe gjyqësor. E për me u arrit kjo, normalisht që duhet me pas një bazë të duhur ligjore, normalisht që kjo është elementi i parë, që me pas bazën e duhur ligjore, për me pas një funksionim të mirë të sistemit prokurial dhe të sistemit gjyqësor, jo përmes shantazheve që bëhet nga ekzekutivi, por përmes një ndarje efikase të pushteteve, pra secili pushtet me lut rolin e vet, pushteti gjyqësor, ekzekutiv dhe legjislativ. Tash tek çështja e sistemit gjyqësor, normalisht janë dy elemente që përcaktojnë një pavarësi të sistemit gjyqësor, që është elementi më i rëndësishëm i sistemit gjyqësor, që është mandati i gjatë i prokurorëve dhe gjyqtarëve ose afatgjatë dhe njëkohësisht pastaj edhe pavarësia financiare. Momenti kur sistemi gjyqësor e ka një varësi financiare nga ekzekutiva, atëherë nuk mund të flasim për një pavarësi të këtij sistemi, prandaj ky është element mjaft i rëndësishëm që duhet me ndërvepru shpejt që sistemi gjyqësor me pas një pavarësi financiare dhe mos me u varë nga ekzekutivi. Dhe kur të arrihet kjo, pastaj e kemi një sistem gjyqësor të pavarur, edhe pastaj ata kryejnë punën e vet. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm që e bën sistemin gjyqësor të pavarur është kur politika sa më pak merret me sistemin gjyqësor. Sa më shumë që qeveria, ekzekutivi apo edhe legislativi merren me pushtetin gjyqësor, atëherë thjesht nuk kemi një pushtet pavarur. Pra politika duhet sa më pak me fol edhe për gjyqtarë dhe prokurorë, e aq më pak me emra të përveçme për të prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Imagjinojeni një situatë kur kryeministri flet në folturët e kuvendit se sa që jamon kryeministër, Filan Fisteku nuk bëhet kryeprokuror. Kjo domethënë është e tmerrshme. Kështu nuk mund të kemi një sistem gjyqësor të pavarur, prandaj elementi i parë është që vetë sistemi prokurial dhe vetë sistemi gjyqësor përmes mekanizmave të tyre me mbajt edhe sistemin kontroll, po njëkohësisht edhe me kriju pavarësinë e tyre edhe me ndërvepru, sepse tek e fundit prokurorët janë avokat ose mbrojtësit e shtetit dhe gjyqtarët janë ata që ndajnë drejtësinë mes qytetarëve dhe elementet e tjera. Faleminderit për prezantimin e parë 2 minutash. Adnan, koha Kam për një replik për të tre kolegët natyrisht. Po nisin nga kjo fundi zotit Demhasaj. Po është vërtet që sistemi i drejtësisë, një drejtësi e pavarur dhe pamëshme është e domosdoshme edhe për zhvillimin e gjithë bashkëm, po edhe për realizimin e të drejtave dhe interesave të qytetarëve. Por ka një dallim në mes nesh është e vërteta. Nuk po arrim të kemi konsenzusin mbi cilat janë problemet reale të sistemit të drejtësisë. Sa i përket çështjes së kryeprokurorit dhe deklaratës së kryeministrit, do të lexohet drejt. Ne nuk kemi nevojë për një kryeprokuror tonin, por thjesht as nuk na duhet një kryeprokuror i juaj, që është e vërteta. Ne duam kryeprokuror dhe sistem drejtësisë të pavarur dhe të anshëm, që nuk i shërben askujt. As nuk do të mbajë interesa të caktuara, por i lufton krimin dhe korrupsionin. Tash do kam drejt replikën. Nuk është kryeministri ai që përcakton kur duhet me qenë kryeprokuror ose jo. Është vetë Këshilli Prokurial ai që përcakton kush ka me qenë kryeprokuror. Kështu e thotë edhe kushtetuta dhe ligjet. Prandaj nuk guxon kryeministri me dalë me fol për një emër përveçëm të kryeprokurorit, e aq më pak për prokurorë dhe gjyqtarë të tjerë, ku e dini shumë mirë që janë vendos afishe në qytet me emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk mundet ekzekutivi, nuk mundet një parti politike me ndrejtë drejtësinë me këtë mënyrë. Prandaj thjesht sa më pak që politika vendos dorë në drejtësi, ne kemi me pas një drejtësi të pavarur. Patyshim që
politika e ka për përgjegjësi ndërtimin e infrastrukturës ligjore edhe për sistemin e drejtësisë, por duhet ta kemi një gjë parasysh. Është e vërtetë se secili model qeverisës dhe secila mendësi e meriton edhe sistemin e vetë të drejtësisë në kuptimin e mendësisë. Ne thjesht nuk e duam një sistem prokurorial dhe gjyqësor i cili nuk adreson korrupsionin e nivelit lartë siç ka bërë gjatë këtyre 20 vite dhe 25 vite. Prandaj, do të thonë, modeli i cili ka qenë para vitit 2021, që nuk e ka luftuar korrupsionin e që ka qenë shumë i pranishëm në nivelet të larta tek zyrtarët, duhet të Përparimi pastaj shkambi. Jeta, na mund të bëjmë këtë fjalë sa dojmë, edhe përfaqësuesi i pushtetit mund të flet sa dojnë me për propagandën që për pushteti, por një e vërtetë është shumë e thjeshtë. Kjo qeveri i bën në shkurt 5 vjet që në pushtet. 5 vjet pushtet. Në fund pushtetit çka kemi? Kemi kryeministër që nuk shkon prokurori, kemi ministra që nuk shkojnë gjykat, edhe kemi parti që sulmon sistemin e drejtësisë. E zëm që ka krejt ashtu që po thojmë këta për drejtësinë. Kush do të më rregullu? Na apo këta? Në fund 5 vjeçarit pyetja që bojnë është pse se keni rregulluar zotri? Pse nuk e rregulluat për 5 vjet? Pse duhet ju besojmë që rregullonin 4 vjet e ardhshëm? Ka që thjesht. Adnan. Padyshim, do të thonë, kemi punu në secilën sferë dhe ky proces nuk ndërpritet. Do të thonë, ne kemi idealin e qartë të synimin e qartë për sistem drejtësisë pavarur dhe të paanshëm. E bëm pa ndërprerje, domethënë, dhe të qëndrojmë rregullave të emisionit. Padyshim që kemi ndërmarrë reforma në secilën sferë. Po, rezistenca është e madhe, edhe në sistem, edhe në opozitë. Krahas secilës nismën tonë ligjore, kemi pasur destruktivitetin e PDK-s me vonesa në gjykatë kushtetuese. Na më bën reformën ju vënë. Neve pritet me bërë reformën. Jo, më do të më bërë reformën. Unë kuptoj zoti. Na bën kurthim qeveri. Jo, keni çështja ju ka qenë qartë. Vono reformat, me çesëm ndërhyti. Vono reformat pa mundëso që të ketë efekte sa më pak në sistem. Ju po mirë mbani njerëzit e juaj në sistem, interesa që keni pasur gjatë qeverisjeve të juaja. Natyrisht. Adnan, u kry koha. Kjo qeveri është qeveri e dështuar në të gjitha fushat e jetës, e sidomos në sistemin e drejtësisë. Ne nuk kemi sot nevojë me fol këtu për emrin e kryeprokurorit, ne nuk kemi kryeprokuror që gati një mandat të plot. Kosova është pa kryeprokuror për shkak të qeverisjes aktuale e cila e ka bllokuar zgjedhjen e prokurorit të shtetit. Po ashtu në luftë kundër korrupsionit, për herë të parë Kosova nuk ka strategji për luftë kundër korrupsionit, edhe pse kjo qeverisje i ka mbi 50% të votave dhe ka qeverisur për 5 vite me shumicë të plot, Kosova për herë të parë nuk ka strategji kundër korrupsionit. Formalisht kryeprokurori nuk zgjedhet nga mazhoranca. Domethënë do të jemi korrekt. Zgjedhet, propozohet nga KPK, dekretohet nga presidentja. Ky është aspekti formal. Politikisht, po orientimi ku është procesi i zgjedhjes ndërprerje, pse po ndërpren? Procesi i zgjedhjes për prokurorit. Do ne Këshilli prokurorit. Po i respektojmë rregullat e emisionit, domethënë. Atë në rregull, nuk i respektojmë rregullat. Unë prisa derisa i themi vazhdojmë. Domethënë, ne angazhohemi sepse orientimi jon në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sidomos kundër korrupsionit të nivelit të lartë, fatkeqësisht nuk po përputhet me pritjet dhe orientimet e këtij sistemi prokurorial. Dhe në vend se sistemi prokurorial ta mirëpres çështjen tonë antikorrupsion, sepse ka për mandat luftën kundër korrupsionit dhe ti bashkangjitet ti angazhimi, ata i rezistojnë domethënë angazhimit tonë. Dhe në një çështje që për strategjinë antikorrupsion. Kosova nuk ka vuajtur jetë asnjëherë për dokumente strategjike. Ka vuajtur nga zyrtar të lartë që implementojnë edhe që kanë vullnet të mirë. Adnan, veç pak prit aty. Strategjia kundër korrupsionit. Ç'është mundemi me bë implementimin e luftës kundër korrupsionit nëse nuk ka strategji fare? Ju keni pas strategji, keni vazhdu me korrupcion. E ju nuk keni strategji dhe qeverisja e juaj është qeverisja ma e korrupsionit, të adresimit të korrupsionit, të adresimit të pasurisë së pasurisë të zyrtarëve të qeverisja, sepse lufta kundër korrupsionit qeverisja ka vullnet politik. Qeverisja është çështje dokumentesh, nuk është pafundësisht dokumente. Nuk i argumente Veç pak. Naluni, veç pak. Naluni. Nuk i argumente. Leti përfundon. Nuk i argumente, prandaj ke orë me bëj zhurmë këtu dhe po m'vjen shumë keq që ata të kanë dërguar ty. Sepse këtu u dosh me kon sot ministri i drejtësisë. Po ajo nuk guxon mua për problem këtu për shkak të dështimit. Nuk po them që nuk e qeni përfshirë. Por ministri i drejtësisë
është dashur që t'jetë Se përcakton dot kush e përfaqëson Nuk guxon mora sepse ka dështuar qeverisja juaj. Do të thotë se ka drejton Selmona. Qeverisja juaj është qeverisja ma e korruptuar. Okej. Faleminderit Arton. E pora apo koncentrohemi te drejtësia sepse debatin për korrupsion është debat tjetër, do të fokusohemi te drejtësia. E pora, nëse folim për reformë të sistemit drejtësisë, nuk mundesh me konsideru me bërë reformë të sistemit drejtësisë, tu dal tu i shantazhu prokurorët dhe gjyqtarët me emra të përdeshme. Lutem, keni shantazhu publikisht emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve keni vendosur për qytet. Kjo është e tmerrshme. Nuk ka asnjë kompetencë kryeministri nuk e ka në zgjedhjen e prokurorit. E din shumë mirë ç'është procesi. Kemi përkushtim e duam vendin me sistem drejtësisë pavarur të anshëm. Nuk isha kërkuar mos me ndërhyjë një tjetër. Puna e konceptit të shëndosh. Doan përmes zhurmes deri ky debati nuk ka më punë. Okej. Faleminderit Adnan Arton. Veç pak. Po i ndërhyjni njëri tjetrit. Unë respektova krejt, nuk i ndërhyjna. Pra, nëse do me bërë reforma bëhet me rregulla, jo tu shantazhuar emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk mundemi në këtë shtet me bërë kur prokuror kondon kryeministri, po du të zbatu normat dhe rregullat. Kjo është e vërteta. 5 vjet ku është rezultati i reformës së drejtësisë? Faleminderit. Arton. Këtu po shpërfaqen, që është vërteta, edhe interesat që ekzistojnë të këtyre partive politike që kanë qeverisur për gjatë këtyre viteve edhe në sistemin e drejtësisë. Sepse unë jam i bindur për diçka tjetër. Interesat e Martin Berishaj dhe a mundet me përfunduar dhe ta jap fjalën? Sepse unë kam bindjen, sepse ka një konsenzus të përgjithshëm të organizatave të ndryshme që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe institucionet publike që korrupsioni në Kosovë ka qenë i lartë dhe i fokusuar tek zyrtarët e lartë publik gjatë qeverive të shkuara. Dhe ndërkohë që ka pasur politikë nxehtësuese tepër të dobët. Asnjë zyrtar i lartë publik sot nuk është në burg për shkak të korrupsionit. Vetëm një gjë. Dhe unë mendoj që strategjia këtyre partive politike opozitare që përfaqësojnë kolegët. Juajote përparimi po pret. Faleminderit. Vendos njerëzit e tyre në prokurori dhe në gjykat, pastaj fillo abuzimi me paron publik. Përparim. Okej. Adnan, shiko, se mush me vendos pe këshyri kohën atje. Mush me vendos në rregull të komunikimit. Ti mundesh me fol çka dush, me thon çka dush, je i lirë me thon. Nëse sistemi o keq, Adnan, njerëzit presin ju me rregullu, se një kohë 5 vjet në pushtet, apo? Ju presin me rregullu. E ju në fund 5 vjeçorit, fal, po ky premtim, se vi do ma mor sekondë. Kundër rezistencës juaj, për kundër destruktivitetit. Jepet ti rezistencën tonë. Dgjoj, prit pak. Progresi për bollat me. Merr sekonda 80 Merr sekonda 80. Progresi. Jo, veç progresi për bollat me destruktivitet. Çfarë po dia? Diskutojmë edhe në mënyrë të progresuar. Se është progresi. Një politikë. Po vlen ti thonë 4 fjalë, tani ti kthem më. Një politikë e caktuar me progresiste për bollat gjithsesi me destruktivitetin që min bon interesat. Adnan, veç pak, leme përfundu parimin. A e keni zbatu projektin për vetin? Jo, se keni zbatu, sepse se keni pas interes me ru. Kur progresi? Unë kam qenë ekspert me prekadit ato. Po unë kam qenë, e di shumë mirë. Unë kam qenë pjesë e grupit për me prekadit dokumentet për vetin. Ku jeni? Mas 5 vjetë, qka keni bo këtë vetin? Qka keni bo? O jo, si një ka doni, ju e një ka doni sistem të kontrolu prej një individit. Absolut, do e keni këtë dit. E di shumë mirë. Ka abuzume para cila qeveri ka pas aferat korupcionit pa doja. Cila qeveri ka pas. Kur kryeministri nuk shkruan me dëshmusin prokurorit. Nuk po ndigjoni hiç. Adnan edhe Arton. Lutëm. 5 vjetin vetëm pak. Nuk po ndigjoni, po du me dalë te premtimet që po i kërkojmë data dhe zgjidhje specifike për kërkesat që janë në agendën evropiane për drejtësi, po kthehen te raporti progresit. Raporti progresit po kërkon prej Kosovës reformë ligjore që rrit llogaridhënien e gjykatësve edhe prokurorëve. Kjo reformë duhet me u zhvillu, po thot raporti progresit, sipas standardeve dhe konform rekomandimeve të Venedikut. Po dojmë me u fokusu rekomandimet e Venedikut, cili është plani partive politike për me ndryshu ligjet që me rrit disiplinën në gjyqësor. Kjo tema e radhës,
po politika nuk mundet me ndiku në gjyqësi, mirë po mundet me ndiku në rregulla për disiplinë. Do të fillojmë pjesën tjetër të debatit pyetjen e dytë prej teje për parim 2 minuta të lidhur me disiplinën e gjyqësor. Mi sekundat e mi Murat Nani atë për replik, po në rregull. Shpresoj që në vijim mujna me kompenzu atë. Për sa i përket çështjes të efikasitetit dhe ato që adresohen në raportin për Kosovën. Komisioni i Venecias e ka thënë në opinionin e vet, në rastin e vettingut, që Kosova ka nevojë me forcu mekanizmat e mbrëmshëm të disiplinës dhe vlerësimit të performancës. Plani jonë për drejtësi parashikon rishikimin e komplet legislacionit për vlerësim të performancës gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por gjyqtarët aktual, që janë 400, nuk mund me zgjidh numrin e madh të landëve që ekzistojnë. Neve na vyn me shtu numrin e gjyqtarëve. Unë e di që standardi evropian është 27 gjyqtarë për 100.000 banor, kështu që kjo nënkupton që është standard që përjashtohet me numër banorëve, që kjo nënkupton që na duhet me rrit mbi mesataren evropiane, sepse kemi landë pazidhura. Kur t'i kthejmë ato landë në pike normale, ne duhet të mos i përtrim gjyqtarë që pensionohem, edhe ta kthejmë numrin normal siç kërkohet me mesataren evropiane. Po momentalisht ne kemi nevojë të fusim njerëz të rinj në sistem, gjyqtarë dhe prokuror dhe këshilltar profesional të tyre, në mënyrë që landë e shumta që mbledh të zgjidhen. Kjo. E dyta që duhet bëjmë është që pavarësinë financiare, për me garantu efikasitet në sistemin e drejtësisë, sepse ato s'mund të punësojnë njerëz, Këshilli Gjyqësor s'mund të punësojnë njerëz në gjykata pa pas pavarësi financiare. Buxhetin që e bën Këshilli Gjyqësor, i njëjti copy-paste do të miratohet në qeverinë tonë në buxhetin e qeverisë. Të njëjtin buxhet që e bën Këshilli Prokurorial duhet miratohet. Ky është parimi themelor. Ditën që qeveria e dikton buxhetin e gjyqësorit e degës drejtësisë, atëherë nuk ka pavarësi financiare, përpasoj nuk ka pavarësi funksionale edhe organizative që duhet me pas një institucion. Këto janë ato që mendoj që e parafrojnë Kosovën, sistemin e drejtësisë Kosovës me standardet evropiane, me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Shkamp. Atë lidhja demokratike e Kosovës ka plan konkret sa i përket kësaj pjese. Ne mendojmë që duhet të bëhen shumë ndryshime në legjislacionin e fuqishëm, në mënyrë që të garantojmë që ndoshta nga faza fillestare kur fillon me dhënien e provimit të jurisprudencës. Ne mendojmë që duhet të ngriten kriteret nga dhënia e provimit të jurisprudencës, që nënkupton që njerëz që hyjnë në sistemin e drejtësisë duhet të kalojnë prej filtrit të parë, i cili garanton të thotë që hyjnë njerëz profesional dhe që kanë integritet. Po ashtu duhet të ngriten edhe kriteret për zgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse aktualisht vetëm 3 vite punë profesionale kërkohet që dikush të emërohet gjyqtar dhe prokuror i Kosovës, që është e barazvlefshme me përvojën profesionale që kërkohet për një zyrtar të thjesht brenda institucioneve tona. Pastaj duhet merren plot veprime që ndikojnë domethënë edhe në mënyrën e avancimit, në mënyrën procedurat e disiplinës, procedurat e përjashtimit gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe një serë veprimesh tjera që garantojnë që sistemi i drejtësisë është profesional, që në sistemin e drejtësisë gjyqtarët dhe prokurorët kanë integritet të plot. Pjesa e buxhetit është shumë e rëndësishme për të garantuar pavarësinë e gjyqësorit dhe të institucioneve të drejtësisë, dhe ne mendojmë që duhet me ligj ta përcaktojmë që Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka të drejtë që në ligjin për buxhet ta zvogëloj buxhetin për institucionet e drejtësisë. Do thotë çdo vit duhet kemi ngritje të këtij buxheti, në mënyrë që të garantohet pavarësia plot, dhe në asnjë vit nuk guxon që buxheti i vitit tashëm të jetë më i ulët se sa i vitit paraprak. Faleminderit. Artan. Por nuk kemi nevojë me shpik diçka sa i përket llogaridhënies sistemit gjyqësor, për shkak se kemi standarde që bazohen edhe te Komisioni i Venecias dhe vendeve të tjera më të zhvilluara, kështu që ato standarde me marrë me i përshtat për nevojat e shoqënisë tonë dhe jemi në rregull. Ajo çka duhet me bëu është që me i forcu mekanizmat ekzistues në Këshillit Prokuror dhe Këshillit Gjyqësor që e bën motin e performancës së prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Dhe ky rishikim i bazës ligjore duhet me bënë drejtimin që mekanizmat e mbrëmshme me u forcu, edhe ata mekanizma mos me bë motin e performancës prokurorëve të gjyqtarëve vetëm në aspektin sasior, pra sa landi ka
hetu një prokuror dhe sa landi ka shqyrtu një gjyqtar, po matja cilësore është tepër e rëndësishme. Pra këta mekanizma kur forcohen, këta e bojnë matjen e performancës prokurorëve dhe të gjyqtarëve në aspektin cilësor, që janë trajtu land, edhe në aspektin sasior. Edhe kjo pastaj, ata vetë marrin edhe masa ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve nëse nuk kanë një performancë mirë të shqyrtimit landëve edhe në aspektin sasior dhe cilësor, dhe kjo në një farë mënyrë e rregullon brenda sistemin. Nuk guxojmë në asnjë mënyrë me menu që një mekanizëm i jashtëm me pas një kontroll mbi prokurorë dhe gjyqtarë që mundet me edhe në aspektin e trajtimit landëve, sepse kështu po ndodh. Politika është ajo që e bën vlerësimin e prokurorisë dhe gjyqtarëve. Politika është ajo që përcakton cili prokuror dhe cili gjyqtar ka kryer punën mirë, e kjo nuk duhet të ndodhë. Domethënë nuk duhet ne me leju që kryeministri i vendit mos me shku me dëshmu në prokurori. Nuk duhet me leju që një ministre për afera korruptive mos me shku me u në gjykat për me dhënë ose me u bë shqyrtimi i akuzave ndaj saj. Domethënë ky sistem duhet me ra poshtë. Pra sistemi gjyqësor duhet me qenë i pavarur në të gjitha mekanizmat e vet, edhe me funksionu si duhet, edhe politika duhet me nejtë larg kësaj. Forcimi mekanizma mendoj që e bën të parëndësishme ndoshta edhe vettingun, për shkak se kur ki mekanizma të fortë brenda sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor, atëherë ata funksionojnë mirë brenda sistemit dhe ne nuk kemi nevojë me pas interferim politik brenda sistemit. Faleminderit. Padyshim, domethënë krahas reformave që tashmë po fillojnë së implementuari siç është Këshilli Prokurorial të Kosovës, edhe dakordimit nëpërmes deklaratës së zotimeve në mes të Ministrisë së Drejtësisë dhe mekanizmave të sistemit të drejtësisë, qeveria tashmë ka hartuar pakon e projekt ligjeve që adreson secilin nga këto aspekte. Janë 6 projekt ligje të miratuara në qeveri, të cilat janë dërguar gjatë këtij viti praktikisht në Komisionin e Venecias dhe kemi opinionet e tyre që përfshin projekt ligjin specifik për procesin e rekrutimit dhe të vlerësimit të performancës dhe të statusit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, pastaj ndryshimet në Këshillin Gjyqësor dhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës, projekt ligjin specifik për statusin e nëpunësve publik të nëpër gjykata dhe në sistemin ton prokurorial, përgjithësi projektisht specifik për adresimin e përgjegjësisë disiplinore të prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe kjo pako e 6 projekt ligjeve krahas politikave ligjore që tashmë janë në implementim dhe themelimin e një zyre specifike për hetime disiplinore do të përmbush ose do të adresoj nevojat reale të sistemit për të arritur performancën, për të arritur efikasitetin dhe për të garantuar natyrisht edhe një proces edhe hetuese gjyqësor me integritet edhe do të thonë edhe në kohë të arsyeshme, sepse shumë është më rëndësia adresimi i kësaj. Ne kemi hartuar edhe një projekt specifik për gjykim në kohë të arsyeshme, ka shumë rëndësi të kemi edhe kufizime ligjore mbi atë se cilat janë le të themi afatet maksimale gjithmonë duke dhënë prioritet realizimit sa më shpejt të rasteve që adresohen në gjykata, krahas zvogëlimit të lëndëve që tashmë ekzistojnë ose që janë në pritje, por do të kemi ligj të veçantë për gjykim në kohë të arsyeshme, sepse siç e dimë, gjykimi ose drejtësia e vonuar ose pastaj drejtësia e vonuar ka shumë raste e madje edhe civile që qytetarët përballen nëpër gjykata, madje edhe kontrata ose le të themi për çështje të marrëdhënies së punës që për vite të tëra nuk marrin epilog nga gjykatat tona. Kjo do të përfundojë natyrisht mandatin e ardhshëm. Adnan, faleminderit, vrejtje të gjithëve. Mos i ndërhyni një tjetër replika, i me të mbërsh përparimit, 30 sekondë secili i thot për veti, përparim pastaj shkam. 30 sekondat e mi. Unë deshta me thonë me Adnanën e kisha. Nëse ke pos 50 pushtetin, edhe ke premtu diçka, në fund të 50 qarit, ti matesh me sa premtime i ke përmbush. Jo sa mirë kimi regullu, nështë ajo e regullonin 4 vjeqarë në arshmë, që pëzom që keni me bom rekullin. Por njëherë du të me thonë që ju keni dështun këtu 50. Edhe kjo është dështim. Na fjallë mujna me bo sa dojmë, po dështimi 5 vjeqarë pranohet e prej qeverisë, sepse këta thënë sistemi o keq, apo thënë jo sistemi keq, po kush ka qeverisë ju? Kaq. Ende që zështë të tarë ka qak. Përgjigja e reformave në sistemin e drejtësisë në fakt ka qenë përgjigje mbi stërkeqen që i ka bërë qeverisja shkuar e PDK-s. Zoti Gruta personalisht mund mos ketë qenë dhe s'ka qenë, por ky sot e përfaqëson PDK-n këto. Domthonë kapja e sistemit, degradimi, vendosja e njerëzve pa kritere, përdorimi këtyre për me mirëmbajt korrupsionin, sepse krahas korrupsionit të lartë që kanë pas eksponentët të PDK-s, ka pas veç ja pasurinë marramendse të zyrtarëve të lartë të partisë tuaj, të cilët janë bërë milioner, miliarder vetëm kur kanë ardhur politik. Por këta para se me u pasuru i kanë vendosur njerëzit në sistem. Domthonë,
prokuror që nuk e ndjekin korrupsionin, gjyqtar që nuk e Faleminderit, gjykojnë Adnan. korrupsionin. Përparim. Këto janë frazat mira, populiste, me thonë, jënë do të korruptum që atje, jënë do kriminal që atje, jënë të njerës që s'po na lënë me punu, unë doshta me bo mirë po s'um lan, na kena pos vullnet me bo Kosovën, Zvicër, s'um lan, prit se kam 30 sekunda, prit. Kret ankesa, ankesa. Rezultate, zotri, rezultate. Përparim gruda, a i korruptum po. Merë përparimin që e në burg. Cilin e ke që në burg? Cilin e ke që në burg? Me njerëzit që i ki në sistem? A mund Ndroje të sistemin, 30 reguloje sekunda? Filloj minutazha jote, Adnan. 30 sekunda. Mua më vjen keq që partitë opozitare, e sidomos partia të cilën zoti Gruda përfaqëson, reformat në sistemin drejtësisë edhe sistemi i drejtësisë pavarur të mahanshëm po e përjeton si kërcënim të interesave të tyre. U shpërtardhur keq, eksponentët e partisë tuaj. Domthonë, po i përdor njerëzit që i kanë në sistem, të cilët dikur i ka përdorur për mos ta luftuar korrupsionin, tash po i përdor për ta penguar reformën. Po, në gjithë e dim këtu, të paktën e 4 këtu, pavarësinë edhe formale të sistemit tonë të drejtësisë, edhe të pushtetit gjyqësor, që politika nuk mund t'i heq njerëzit të lëviz. Po ne nuk do të pushojmë asnjëherë derisa të garantojmë 30 sekonda shkambit, fal përparim, po preçes. Edhe luftë kundër korrupsionit. Faleminderit, shkambit. Para se me orën pushtet, lëvizjave të vendosje ka pas plot gojën që sistemi jonë i drejtësisë ka nevojë për një vetting të plot, sepse ky sistem është i korruptuar. Ndërsa sot as nuk e përmend çështjen e vettingut, i përmend disa ligje specifike për çështje disiplinore që nuk kanë kurrë çfarë efekti. Këta kanë dështuar në reformat e drejtësisë dhe unë mendoj që na kanë kthyer në hapa mbrapa me mënyrën se si janë silur, sepse Komisioni i Venecias e ka po qartë se lëvizjeve të vendosje nuk ka dashur që të bëjë reforma në sistemin e drejtësisë, por në emër të reformave ka tentuar ta kopë sistemin e drejtësisë. Tash mos i ndërhy, Adnan. Sistemi është i kapur. Mohimit është në fakt pohim. Me justifikimi i LDK-s se nuk duhet ta shkapim sistemin se ka rrezik që kapet, është në fakt me bë aleancë me persona të cilat e kanë mbajtur korrupsionin. Zoti Manaj, ne duhet ta shkapim sistemin dhe pastaj do të përballemi me procesin e emërimit të ri. Dhe tjetra, ne vettingun do ta realizojmë, nuk do të heqim dorë. Kemi një model të caktuar të vettingut që ka ardhur tashmë në kuvend dhe edhe mandamentet kushtetuese janë vlerësuar nga gjykata kushtetuese. Projekti i ligjit është gati, por e vërteta është që ndu ndryshime kushtetuese dhe ndryshimet kushtetuese kërkojnë e komunitetit serb, respektivisht lëvizjes serbe. Ne koncesione dhe kompromise për vettingun ne duam edhe vettingun, Po vjen mirë që po e pranon që ju keni dështuar që ta shkapni. E deformoj, tha. Po vjen mirë që po e pranon që ju keni dështuar me e çkap ndikimin e politikës ka sistemit të drejtësisë. Prit e kohë. Ju keni dështuar plotësisht në këtë proces, ju me cilat veprime ke marrë ti për 5 vite për me bërë reformën e sistemin e drejtësisë, sot e ki vendin pa kryeprokuror, me Martin Berishën ti do me shkap sistemin e drejtësisë, me Martin Berishën. U shpërtardhur keq, a mundem? U shpërtardhur keq se si LDK e përfaqësuar nga zoti Manaj ka përfunduar për interesa kryesisht politike afashkurte, sepse dikur kemi pasur për bashkime me LDK-n në adresimin e sistemit. Jemi pajtuar me LDK-n që sistemi është i kapur nga PDK, po i shërben eksponentët të PDK-s, nuk po lufton korrupsionin e PDK-s, po e minban korrupsionin. Kemi pasur dakordim për me konfisku pasurinë e pajustifikueshme. Dhe ju papritma sot jeni vënë në një pozicion të tillë që po justifikoni se si është gjendja. Shiko, nuk zotimet edhe politike nuk përzgjedhen mbi atë se sa janë të lehta ose të vështira për të realizuar. Prandaj, sistemi do të shkapet, drejtësi do të kemi, korrupsioni do të luftohet, pasuria do të justifikohet. Nëse po pajtohemi që sistemi i drejtësisë është i kapur nga politika, cilat veprime ti për 5 vite ki boqe me shkap këtë ndikim e para, dhe çka ju tash mendoni për vettingun? Ku është vettingu tash në gjonën e lëvizjes së vendosjes? Në sekonda pas e ardhur. Padyshim që sistemi ka qenë edhe mbetet në nivele të ndryshme i kapur, kemi bërë gjithçka në secilin drejtim. Projekt ligji ndryshimi, reformat në Këshillin Prokuror të Kosovës, që po të përgjigjem. Cila drejtime? Po jetu fol pralla, po vjen keq. Po të përgjigjem thonë, e bën pyetjen, e din që përgjigjja është pozitive, nuk ta lejmë mundësinë me dhënë përgjigje, sepse don me mbajtë situatën e tillë me pas për publikun. Jetu fol sikur me pas qenë opozit.
Nuk jetë full. 5 vjet e keni qeverisë Kry koha juj, faleminderit, koha e Artonit. 3 sekonda pa ndërhyrje. Nuk mundem me prit dikush me bu gjyqësi të pavarur, me bu vetting, edhe me shkarku gjyqtore, me emnu gjyqtore që shdojnë vetë, kur kryeministri nuk shkon me dëshmun e prokurori. Do me thonë është ADN-ja e sistemit, kur kryeministri i shtetit nuk shkon me dëshmun prokurori, që prokuroria konsiderohet që është avokat i shtetit, do me thonë kjo është absurde. E dyta, kur ministrja që ka akt akuzë të ngritur për vjedhje të rezervave shtetërore, nuk shkon gjykat për kundër ftesës që gjykata ja dërgon, nuk shkon në gjykat, qysh mundemi me prit që këta njerëz me ndërtu një gjyqësi të pavarur. Dhe e treta, do me thonë është çështje kur vetë vendosja e ka ngrit standardin që kur ngritet një akt akuzë ndaj një zyrtar publik, ai duhet me u pezullu, edhe këta vetë e mojnë Agip Krasniqin, të akuzuar për miliona rankek, e mojnë në pozitë. Është, si me thonë, për të ardhur kesh me prit dikujt, në kuptimin zotit Dem Hasaj për partinë që përfaqëson, se nuk po flas individualisht, me fol për luftën kundër korrupsionit, kur në fakt korrupsioni është konstantja e tyne. Por ama, le të kthehemi tek thelbi. Kryeministri asnjëherë nuk ka refuzuar, po është vetë kryetari i partisë tuaj dhe kryeministri atëhershëm i cili ka dhënë deklaratën edhe ka dhënë intervistë dëshmi në zyrën e kryeministrit. Domthonë, mos të tentojmë, një kryeministër të ndershëm, siç është Albin Kurti. Shumë i ndershëm. Mos u ndërpresë së ndërprejta. 30 sekonda kryve, Albin Kurti. Pe respektim sekonda, 30 sekonda. Ma ndërpreu 30 sekonda edhe. Oje, 30 sekonda nuk i di. Kryte. Som ndërpresë. Interveni mere, veç pak interveni mere. Nuk e ndërpreva. Faleminderit, Adnan. Jo, i kryve sekonda që më të këshyr. I kryve sekonda. Veç pak, adresoje faktin që prokurorët kanë shku te Ramush Haradinaj me Nuk kanë shku prokurorët e Ramush Haradinaj I ka thirë zoti Haradinaj për të thonë ndërprerje time. I ka thirë ka dëshmi, madje bash ju e keni dhënë, e keni sqaruar që nuk kanë shkuar prokurorët me marr dëshmi, kanë shkuar me marr dosjet dhe i kanë marr dosjet. Pra, nuk po flasim për një dëshmi, po flasim për një lëndë për korrupsion, ku ftohet kryeministri, në cilin e dëshmitar dhe nuk shkon me dëshmu në prokurorinë speciale nga Afrika që mund vitet ata akuzë Haradinaj. Lutem mos e bësh rumusit. Apo më lëmë 30 sekonda të Kosovës. Kush ka ikë Zoti Eleza, ai si ka bosur. Normal. Puna me nol. Mos me kërcënu. Puna me nol. Kërkush speakers not. Ju jeni ata që kërcënojnë. Okej, nuk po dëgjoni, fal. Jo përparim gruda e ka fjalën që sa pa pret. Nuk mi la sekunda të përfunduar. I more disa herë. Nalu veç pak. Jo përparim gruda e ka fjalën. Falni, reni, unë po ma. Prokurori për cilin po flet ka shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjatë qeverisjes juaj që 5 vjet ai është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Nuk ka lumbezi. Nuk po dëgjoni. Ka lumbezi e vjen e Okej. Okej. Faleminderit përparim gruda ka fjalën. Faleminderit jeta, unë i kisha dhënë nëse ma pranoni një sugjerim kolegëve të mi opozitar. Leni le të flasim. Leni. Veç fjalë ka. Fjalë. Njerëz që kanë pos 50% të votave, kanë përfunduar në fund veç me frazeologji. Dhe këtë mandati është kurorzuar me çka, me absurditetin më të madh që ka mbajt me në historinë e Kosovës. Që një këngëtare, një deputete e VP-s, i thur këngë liderit dhe këta duar trokasin. Me kaq mund përmbyllet kjo. Unë nuk jam interesuar me vazhdu replikat me zotin Rustemi. Ju lutem na jepni hapësirë me paraqit programin ton. Okej. Replika për këngë. E para, tentimi i zotit Gruda për ta relativizuar të vërtetën e sistemit të drejtësisë. Mbase ne kemi fjalë, e më shumë fjalë. Këta kanë vepra, këta kanë korrupsion, këta e kanë përdorur dhe kanë kontrolluar çdo kontratë. Partia cilën zoti Gruda e përfaqëson këto, unë e kuptoj, zoti Gruda nuk është i tillë, por kryetar komunash, ministra, të cilët janë bërë milioner, pasuria atyre ato bondat Meksik në qeni kontrollojnë na, ato bondat Meksik, zoti Gruda, e ka ble tokën e shtetit, ja mos u ndërpresë se nuk du replika. Ka ble tokën e shtetit nga 50 eurarin, nëpërmjet privatizimit, ja ka shtit nga 5.000 dhe 7.000 eurarin të njëjtën tokë shtetit. Domethënë, prandaj ju vërtet keni vepra, replika e dytë. Adnan, faleminderit, po ju i kaloj. 30 sekonda të Artonit. Me qenë 5 vjet pushtet,
edhe me orë mas 5 vjetë, me kësi fraza, dhe me thonë, kur i shohim aferat korruptive të rezervave shtetërore, e shohim aferat korruptive në KEK, aferat korruptive tjera vlerët e energjisë elektrike, gjitha këto i kena parasysh me miliona euro, i keni në përgjikota i keni, dhe tash me fol ti me kështu kot si pralla, ai miliona, ky miliona, a jeni konë për shtetë që 5 vjetë, cili veprimi që keni marë, unë jam që qaj njeri që ka vjetë shtetin me shku në burë, qaj njeri që ka vjetë shtetin me shku në burë, cili njeri që 5 vjetë ka shku në burë, cili njeri ka shku në burë, Faleminderit, Adnan, adresoj çështjen e rezervave, energjisë, Nagipit edhe Rozeta Hajdarit. Pa dyshim, pa ulshuar në detaje, sepse nuk është fusha, se imi as kolegëve, po ne jemi të bindur që aty nuk ka korrupsion. Aty është, pse po ndërpren more zoti Gruta? Ne po bësh kaq i pa. Me vjen një vetë dy. Po pse po ndërhyn? Po pse po ndërhyn? Ta nuk do të bëj replikë, pa ma jep kohën, çem mikën minuta domethënë. Se po e praktikë deklaratën që po sa dhat që nuk bën korrupsion. Aty në KEK janë cenuar interesat e kolegëve të zotit Gruda, që kanë të kolegëve të zotit Gruda, që kanë kontrolluar furnizimin me naftë, që kanë ndërtu kontrata, që kanë mirë mbajtur sigurimin e objekteve. Aty janë cenuar veç interesat e tyre. Dhe këta kanë një lloj Hajdari, na tregon lutem pak, shpalos pak biografi. Përparim Grudën e ngarkoj me KEK. Ta ndigjojmë përparim Grudën masi kritikoj për KEK. Prejtë edhe ma mundsoj me u përgjigj. Sigurisht, unë ja jap kohën time, kolegut tim. Ja, nuk keni nevojë ju. Të përgjigjem më tash. Ja jap kohën time kolegut tim, nderuar këtu, që të na tregoj sa burri mirë është Martin Berisha. Sa gruaj zonja është Rozeta Hajdari. Sa burri mirë, sa fisnik është ish drejtori i KEK-ut. Por prokuroria që s'din që është e kapur, është të akuzu ato burra dhe gratë ndershëm. Ju lutem na shpjegoni pak sa të ndershëm janë ata. E para se sa janë të ndershëm ata e vërtetojnë edhe dëshmojnë vetë. Ne jemi përfaqësues partive politike dhe jeta. Pse more po ndërhyjnë more zotëri? Pse more ndërhyjta? Pse po ndërhyjnë? A më kupton, jo nuk jam shumë i nxehtë me përulje, po ta them, mos pse po ndërhyjnë. Domethënë, pse po ndërhyjnë? Se sa janë të ndershëm secili e vërteton veten edhe dëshmon në procese të caktuara. Ne jemi përfaqësues partive politike dhe edhe këtu nuk flasim as nuk e përfaqësojmë veten. Përfaqësojmë program politik, përfaqësojmë trashëgimi politike të partive edhe në konkurs kemi qenë. Domethënë zoti Gruda sot e përfaqëson edhe aty çfarë ka bërë zoti Grabosi para 10 vjetë, 15 vjetë. Domethënë, sepse e përfaqëson. Ktu është në emër të tyre. Domethënë, cenimi i interesave të tyre në institucione të caktuara po përjetohet si humbje interesit të shtetit. Për miliona, që interesi i tyre është bërë në kundërshtim me interesin publik. Mu nuk po më intereson për me fol për këta persona, për fenomenin. Çka mendon për korrupsionin e Martin Berishajt, e Nagip Krasniqit, e Rozeta Hajdarit dhe të vjedhjes energjisë. Kjo po më intereson, edhe ju kisha lut kolegëve veç me ndëgju. S'ka korrupsion në qeverisin e vendosjes. Për ju është e pa imagjinueshme, e kuptoj, sepse ju jeni në struktura ku korrupsioni është sistematik, është rregull. Ju e shihni pozitën publike. E kuptoj jo, se kam për ju, po edhe për partitë e kolegëve, edhe mund mos i për juve individualisht, po flasim për mendsinë politike të partive që përfaqësoni. Domethënë, qeverisit e shkuara e kanë parë pozitën publike si mundësi për vete, për me shtu pasuninë, për me ashtu familjes pasuninë, për me përfitu nga kontratat, për me përfitu nga licencat, për me përfitu nga privatizimit. Ne shehum ndryshe qeverisjen. A pe kupton fenomenin vetëm pak veç për kokën e juaj edhe në propagandë. Është në propagandë veç do të do jam pozitiv. Artoni po pret. Ka korrupsion në qeverisjen e Adnan, faleminderit. Ne do ta luftojmë edhe korrupsionin në qeverisjen e 30 sekonda mos i ndërhyni. Artoni replika jote. Kjo është mendësia këtyre që duhen të bëjnë drejtësi. Ky vjen e lun rolin edhe gjyqtarit dhe të prokurorit. Ky tregon a ka s'ka korrupsion
derisa kemi akt akuza zyrtare të ngritura. Ka procese gjyqësore të filluara që janë duke ndodhur, edhe ky prapë luen rolin e regjistrit dhe të prokurorit s'ka korrupsion, qeverisja vetë vendoset. Çysh mundesh me këtë mendsi? Çysh mundesh me këtë mendsi ti? Me bo ti. Unë po flas me dokumenta zyrtare. Ki akt akuz ndaj Rozetës. Ki akt akuz ndaj Nagit Krasniqit. Janë procese gjyqësore të zhvilluar dhe ti deli mbrojt. Është marrë me dalë me mbrojt. Edhe kthesh mbrapa. Po nuk shkonin Në fund, se cila qeveri ka mumat me sa pare i jep drejtësisë. Të dhënat momentale kallëzojnë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës është me 3 milion euro borxhe. Situata është e ngjashme me Këshillin Prokurorial. Në vazhdimsi kërkesat për investime edhe staf prej KGK-s dhe KPK-s nuk janë përmbush prej qeverit krejt që kanë qenë dhe i tash nuk i kanë përmbush. Momentalisht, vetëm 1% e buxhetit shtetit shkon për drejtësi, e kjo, sipas kryesuesit të KGK-s, nuk mjafton me bo reformë. Pra, 1% buxhet, 1% drejtësi, sa ka me qenë buxheti për drejtësinë që duhet mu investu në 4 vitet e ardhshme, po e kërkojmë premtimin për secilës parti politike, po nisim prej anës tjetër këtë radhë arton 2 minutat e tu. Shiko, e para, gjithmonë e thash në fillim që pavarësia e gjyqësorit varet jo vetëm nga mandati i përhershëm i gjyqtarëve dhe prokurorëve, po tek pavarësia financiare. Dhe kjo është elementi më i rëndësishëm për me pas një gjyqësi të pavarur ku jep pavarësinë financiare. Pra është Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial ata që i bojnë përcaktimet e tyre buxhetore edhe i quajnë qeveri. Atë çka duhet qeveria me bëj është që mos më ndërhyj fare në projeksionin e tyre buxhetor, as Këshillit Prokurorial dhe as Këshillit Gjyqësor, po atë projeksion buxhetor me e qunë në kuvend. Kuvendi pastaj normalisht që mundet me diskutu edhe me Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial, me pas mundësit, a ka mundësi të reduktimit apo jo, po thjesht buxheti që përcaktohet dhe kërkohet nga Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor duhet me u miratu nga qeveria dhe njëkohësisht edhe nga kuvendi. Duhet më pak me ble rrym prej Vuk Hamovicit të Serbisë, e më jap më shumë buxhet edhe Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor për me pas reformë, me pas staf ndihmës për prokurorë dhe gjyqtar, e normalisht me pas edhe objekte të dura çfarë i takon sistemit prokurorial. Pra sa më pak që blejnë rrym prej Vuk Hamovicit, e më shumë i japim pore sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor, ky shtet ka me qenë më në rregull, kemi me pas një gjyqësi më të pavarur dhe kena me pas një drejtësi funksionale qysh e meriton kjo shoqëni edhe qysh e përcaktojnë edhe rregullat edhe të Bashkimit Evropian, edhe normalisht edhe standardet e Komisionit të Venecës. Premtim konkret, çaso lypin keni mi u dhënë, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial. Ju vetëvendosja sa pare keni investu në drejtësi? Palshuar në shifra specifike natyrisht, për ne është shumë rëndësi realizimin ndërsektorial do të thoja unë i këtyre reformave në sistemin e drejtësisë që garantojnë sistem të drejtësisë vërtet të pavarur, vërtet të paanshëm, vërtet efikas. Ne nuk duam asgjë tjetër kur bëhet fjalë për sistemin e drejtësisë veçse që ta kemi një drejtësi siç e kanë vendet më të zhvilluara dhe konsoliduara të Bashkimit Evropian, që vërtet e lufton korrupsionin dhe krimin, që i trajton qytetarët pa dallim. S'ka rëndësi a është i fortë, ai dopt, ai është i pasur, ai varfër, a është politikan a qytetari i zakonshëm, sepse kështu nuk kanë deri tash nuk ka qenë. Prandaj duhet një drejtësi dhe ky duhet jetë ideali i secilit prej nesh është vërteta. Në fund të fundit edhe si gjenerat më re që jemi në politikë. Edhe për këtë do angazhohemi për ditë. Do ta kemi buxhetin e mjaftueshëm dhe nuk do të jetë asnjëherë buxheti pengesë për realizimin e le të themi të politikave të mirëfillta ligjore në sistemin tonë të drejtësisë. Por ama krahas buxhetit ka shumë rëndësi integriteti i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, pavarësia tyre, pasuria tyre e justifikueshme, e ligjshme dhe të qenurit vërtet edhe të përgatitur në kuptimin profesional të fjalës, performanca, integriteti, të qenit të pavarur, krahas buxhetit si domosdoshmëri logjistike, sepse buxhet kanë pasur edhe në të shkuarën, por nuk është luftuar korrupsioni i nivelit të lartë dhe tek zyrtarët e lartë. Ekzistojnë raportet. Në anën tjetër, edhe aktualisht ka ardhur duke u rritur buxheti edhe në Kosovë. Nga raporti i Këshillit të Evropës, 22.4% ka pasur rritje të buxhetit në sistemin e drejtësisë në vitin 2024 në krahasimin me vitin 2023, dhe Kosova shndron më mirë se sa vendet e rajonit, por pa u lëshuar në shifra. Do ta kenë mbështetjen e plotë. Edhe buxheti i Kosovës është ardhur duke u rritur.
mbase se më pak po vidhet nga politikanët. Sot kemi buxhetin 4 miliard për vitin e ardhshëm, ndërkohë në të shkuarën kishim politikan milioner qytetar që përpolitishin në nevojat e tyre ekzistenciale. Ku janë ata Sot politikanët? parat që i vidhin dikur po Faleminderit, koha Janë për bërë parim nga pas të shkam, veç pak. 2 minutat e tu për parim për buxhetin që premton PDK-ja për drejtësi. Po, është absurde që janë 3 milion euro borç Këshilli prokurorial, është absurde që kërkojnë shtimin e stafit dhe nuk është shtu, ndërkohë që përfaqësuesi i pushtetit po vlet të shurrit buxheti, atë pse s'ja keni dhënë porët aty me plotësu vendet e punës. Kjo pyetja themelore që bëhet, ajo që do të bëjmë ne nuk është kurfar zbulimi, është ajo që është standardi evropian. Këshilli gjyqësor dhe prokurorial e propozojnë vet buxhetin, ai buxhet kalon në kuvend dhe kuvendi vendos fund për atë. Buxheti është thelbësor për funksionimin e sistemit, po përveç shlyrjes borxheve të 2 këshillave, edhe shtimit të stafit, mundësimit për me shtu stafin, ne do të investojmë shumë në teknologji, në aplikimin, në digitalizimin e sistemit të drejtësisë. Digitalizimi i sistemit të drejtësisë mund të ketë kosto, por përfitimet janë shumë dha. Sot kemi miliona euro jeta të bllokuara në lanë civile në gjykatat e Kosovës. Miliona. I kemi ndoshta miliardë euro bllokuara nga ndërtimet pa leje dhe mos legalizimi i tyre. Ato pare që ekzistojnë në padi, në lanë civile që janë gjykata, duhet futen në sistem. Në këtë kuptim, për shkak edhe të profilit kandidatë tonë për kryeministër dhe nevojës të Kosovës për zhvillim ekonomik, ne kemi pa këtë që sistemi i drejtësisë duhet vendoset edhe në funksion të zhvillimit ekonomik. Zhbllokimi i gjitha këtyre lande do të kuptonte zhbllokimin e miliona eurove, të cilat futen në treg edhe në qarkullim në ekonominë e Kosovës, kështu që mund të shërbej edhe për ekonominë përveç se për pjesën e drejtësisë. Kosova ka buxhet mjaftueshëm, absolutisht ka buxhet mjaftueshëm, me rrit këtë 1% për sistemin e drejtësisë, ka buxhet. Nëse ka buxhet, krejt çka mujna me konstatuar që ka pas mungesë të vullnetit politik me alokuar atë buxhet. Ajo që do të bëjmë ne do alokojmë atë buxhet, nuk është ndaj hato e madhe me bë këtë punë, qeveria mundet me aloku mjetet që duhen për Këshillin gjyqësor, Këshillin prokurorial. Faleminderit, shka. E para pyetje që duhet i bëhet pushtetit është pse Këshilli gjyqësor i ka 3 milion borxh dhe pse pushteti do të thotë kalon në këtë gjendje Këshillin gjyqësor dhe Këshillin prokurorial të Kosovës, dhe unë mendoj që është njëra nga format për kapjen e sistemit të drejtësisë. Nuk ka drejtësi të pavarur nëse nuk ka pavarësi buxhetore. Nuk ka drejtësi të pavarur nëse nuk ka pavarësi buxhetore. Ne mendojmë që, e thash edhe më herët, që ne duhet me lisht ta përcaktojmë që në asnjë rrethon Këshillit gjyqësor dhe Këshillit prokurorial të Kosovës nuk mund t'i zbritet buxheti në gjatë viteve në vijim. Do të thonë gjithmonë duhet të ketë ngritje, projekcionet buxhetore duhet bëhet nga Këshilli gjyqësor dhe nga Këshilli prokurorial i Kosovës, dhe unë mendoj që asnjëherë këto projekcione nuk duhet të shkojnë përmes Ministrisë Financave dhe përmes qeverisë, sepse kjo është ndërhyrje direkte në pavarësinë buxhetore. Nuk mundet ekzekutivi mja përcaktu buxhetin e institucioneve të pavarura, të drejtësisë. Projekcionet buxhetore duhet shkojnë drejt për drejt në kuvend, dhe ne kemi pas një praktikë kur kam qenë kryetar i Komisionit për Legjislacion, që e kam ftuar në kuvend gjitha institucionet e pavarura, kemi diskutuar për buxhetin e tyre, për nevojat e tyre, dhe propozimet për buxhetin e institucioneve të pavarura ka shkuar nga Komisioni për Legjislacion si komision i cili e mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë. Projekcionet buxhetore të Këshillit prokurorial dhe Këshillit gjyqësor duhet të adresohen kuvend, dhe kuvendi mendoj që të njëjtat projekcione duhet t'i aprovojë. S'kemi kohë për replika, unë vetëm i kam 3 lajme të mira. Në fund këtij debati, e mira e krejt së këtyre zgjedhjeve është që pas gati 1 viti që si kemi pas 4 parti tullur me tavolinë, me diskutu një temë, i kemi. Pra, lajmi mirë është që nëse s'ka blokad në debat, mundën, nëse vinë me një tavolinë me diskutu, mujnë edhe me bo koalicion potencialisht tardhshëm, që është kriza që e ka kaplu Kosovën, ku s'kan mujt me bo koalicion që 10 muj, andaj ne si media do të inkurajojmë një klim ku partit edhe nëse nuk pajtohen fare me zvetin, nuk janë qas të acarum, sos mujnë në një mujnë një tavolinë, në 2 me bo koalicion që ju duhet nëse si marim votat e mjaftueshme. Pushteti ka vendosur me orën debat. Mirë, veç. Partit. Ani, unë po duhet ta saksu nëse po hin Ty rregulli që veç pak, ka kohë që
ka qenë kur ju keni qenë pushtet edhe ju i keni bojkotu debatit. Kështu që mirë është që pushteti ka ardhur sot, edhe që opozita ka ardhur. Faleminderit. Edhe lajmi i treti mirë është që të katërtit këta panelistë që i kemi sot gjithmonë kanë qenë transparent me neve, jom përgjigj pyetjeve, jom përgjigj kërkesave për qasje, prandaj unë po ju dëshiroj sukses që nëse ju boni deputet, gjasat janë që keni me pas avokime, sugjerime për ligje nga neve në fushën e drejtësisë, sepse kemi shumë ekspert drejtësisë, edhe kemi me punu me juve. Ju dëshiroj sukses të gjithve, kaq kemi për sonte, vazhdojmë me debatin tjetër çdo natë prej orës 7 deri në 8 të vë duka gjenë natën e mirë për sonte.